çdo sabah, çka është gju pejgamberi alayhis salam në esull, pa pi kur gjatë tjetër, para se me dalë në xhami, e ka pi një gotë ujë me mjalt. Një gotë ujë me mjalt. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, sikur njerëzit ta dinin vlerën e këtij kombinimi, do ta dinin se këtë mjekësia është e mbledh këtu. Këtë mjekësia është e mbledh këtu. Për këtë arsye me këtë zhvillim çka e ka sot mjekësia, s'mundet me e mohu vlerën e mjaltës. Andaj kjo ka qenë tradita e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe kanë thënë dietarët se prej suneteve të pejgamberit që i ka përdor alayhi salatu wasalam tek foshnjët. Tek foshnjët çfarë ka bë? Ka thënë kur të lindin forkojani, domthon brendin e gojës me çfarë? Me hurme. Dhe sot vëllezër, apo se patjetër po duhet me e përmend, sot mjekësia e preferon që të posa lindurit me i dhanë diçka amël. Për e ka thonë hurme, ose është amël, për çfarë arsye vëllezër? Nga një varg të madh të fuqizimit që ja ban imunitetit të fëmijës.